Presidenti i Meksikës, vendi i të cilit Trump kërcënon të ndaj nga Amerika me muri, përcolli republikanit urimet e tij për zgjedhjen në krye të shtëpisë së bardhë. E tha se do të kërkojë bashkëpunimin me të, në të mirën e të dyja vendeve. Fitoria befasuese e Trumpit bëri që pesoja meksikane të rrshqiste pikjat. Ndikimi i pari drejt për drejt i zotimeve të presidentit të ri amerikan për ngritjen e murit dhe dëbimin e migrantëve të palishëm. Por Enrique Pena Nieto thot se biseda telefonike që pati me Trumpin pas fitores ishte e përzemërt. Fola me presidentin e zgjedhur Donald Trump për t'i përcjellur urimet e mia për fitoren e tij. Në urime përfshiva edhe pjesëtarët e familjes së tij, të cilët e kanë shoqëruar përgjatë gjithë fushatës. Mund të them se ishte një bisedë ngrohtë dhe me tonë respekti. Pena Nieto sqaroi se ka diskutuar një agjend të re pune me Trumpin, ku do të hyjnë edhe çështjet e sigurisë dhe shtoi se do të kërkojë mbrojtjen e të drejtave të meksikanëve. I kënaqur me zgjedhjen e amerikanëve të martën është edhe presidenti i Filipinas, Rodrigo Duterte, njeriu që ofendoi publikisht presidentin demokrat Barack Obama. Do të doja t'i përcjell Trumpit urimet e mia, që të dy shajmë, nëse e keni vënë re, jemi shumë të ngjashëm në atë drejtim. Gatishmërim për të bashkëpunuar me administratën e re e shprehu dhe Pakistani. Për Kinën, vendosja e Trumpit në krye të shtëpisë së bardhë krijon pasiguri. Kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull u shpreh i hapur ndaj liderit të ri, ndërsa australianët e thjesht e shohin figurën e tij me shqetësim.